Merkatoja e verës në Itali pritet të ketë emrin e Steven Shpendit, mes atyre që do të jenë në qendër të vëmendjes nga klubet e serisë A dhe B. Sulmuesi ka shkëlqyer në edicionin e fundit tek Empoli dhe për të është folur shpesh se ka interesim nga klube të ndryshme. Një prej tyre është Padova, po në serin B, pasi trajneri i ri ka kërkuar me ngulm të ketë sulmuesin të cilin e kishte drejtuar edhe te Carrarese. Por presidenti i Empolit, Fabrizio Corsi, ka shpjeguar se personalisht e sheh futbollistin të gatshëm edhe për një klub të madh si Genoa. Deri më sot nuk kam marrë asnjë lloj oferte nga Padova për Shpendin. E kam thënë që e shoh më shumë te Genoa se sa te Padova, nëse do të mbrijnë oferta, do t'i dëgjojmë. Thuhet se drejtuesit e Padovas kanë potencial dhe se janë shumë të pasur. Të shohim çfarë do të ndodhë, ishin deklaratat e tij për mediat italiane. Ndonë se Shpendi ka qenë një emër i cili ka bërë mirë këto vite në Itali, ai nuk ka marrë ende asnjë ftesë nga kombëtarja A, ndryshe nga binjaku i tij, Christian. Beshiktashi kishte afat deri më 15 qershor për të blerë kartonin e Christian Aslanit. Klubi turk nuk e shfrytëzoi klauzolën, ndërsa bëi fjalë për 11 milion euro. Megjithatë, Beshiktashi nuk do të tërhiqet nga Aslani. Përmes fushorin e Shqipërisë do të kërkohet ulje nga Interi. Corriere dello Sport tregon për interesin që Beshiktashi vazhdon të ketë. Interi ndërkohë është gati për ta shitur mes fushorin e kombëtares shqiptare. Fakt është se Aslani nuk bën pjesë në planet e trajnerit Christian Kivu, po ashtu vetë lojtari tregoi se është përshtatur me Beshiktashin. E ardhmja? Nuk e di. Beshiktashi ka të drejtë blerje deri më datë 15. Jam gjetur shumë mirë atje, kam luajtur të gjitha ndeshjet. Shpresoj të rri atje, nuk i dihet. U shpreh Aslani më 3 qershor pas humbjes ndaj Luksemburgut në Air Albania. Ernest Muçi është dëshirë e Eintracht Frankfurt. Madje klubi gjerman mund të investojë deri në 15 milion euro, nëse Muçi do të jetë i hapur për largimin nga Trabzonspor. Interesi i klubit të Bundesligës qëndron, pasi lëvizja e fundit me CEO-n dhe drejtorin sportiv bën që gjithçka të mbetet e hapur. Markus Kroshe, si CEO, dhe Timo Hardung, në rolin e drejtorit sportiv, nuk janë lejuar që të transferohen te Milani. Dyshja që punon për Frankfurtin do të mbetet në klubin gjerman. Kjo është një arsye e fortë pse mund të vazhdojnë tratativat për Muçin. Trabzonspori ka shpenzuar 9.5 milion euro në total për ta blerë nga Beshiktashi. Dhe nëse do të shitet, shifra padyshim që do të jetë rekord për Muçin. Armando Broja ishte zhdukur prej kohësh ka radarët e Burnleyt, pasi nuk ishte përfshirë në planet e klubit në ndeshjet e fundit të sezonit, duke i ndjekur ato nga tribuna, pasi nuk përfshihej as në protokollin e ndeshjes. Por me fillimin e botrorit, Burnley ka vendosur ta bëjë përsëri protagonist. Në video të publikuara në rrjetet sociale, sulmuesit të kombëtares shqiptare, ashtu edhe si shokëve të skuadrës, u kërkohet të zgjedhin mes legjendave që kanë luajtur për përfaqësuese të ndryshme. I pari ishte i thjesht për Brojen, pasi zgjodhi Ronaldon para Pelé te Brazili. Sulmuesi nuk e ka fshehur kurrë që është një fan si Ronaldo fenomenit. Më pas ai zgjodhi Kroos para Ozil te Gjermania, Van Persie para Van Nistelrooy te Holanda, Fernando Torres para David Villa te Spanja dhe Luis Suarez para Diego Forlan tek Uruguay. Mesfushori shqiptar me Don Berisha do të vazhdoj të jetë pjesë e Lecces edhe për sezonin e ardhshëm në Serie A, me klubin që ka vendosur të mbështetet te vazhdimësia dhe zhvillimi i lojtarëve të rinj brenda skuadrës. Vendimi vjen si pjesë e planit të drejtuesve për të ruajtur boshtin aktual të ekipit dhe për të ndërtuar mbi progresin e bërë në sezonin e fundit. Me Don Berisha ka arritur të grumbullojë 13 paraqitje në kampionatin e fundit, dhe ishte një nga lojtarët më të dalluar, para se të pësonte një dëmtim të rëndë që e la jashtë për disa muaj, e më pas të dëmtoi sërish kur ishte pranë rikthimit në fushë. Kështu, paraqitjet e tij kanë bërë drejtuesit që të jenë të bindur në cilësinë dhe kualitetin e mesfushorit. Gjatë karrierës së tij, mesfushori shqiptar ka kaluar një rrugtim të rëndësishëm zhvillimi, duke u formuar në Akademinë e Young Boysit dhe më pas në skuadrën e të rinjve të Lecces, ndërsa ka qenë gjithashtu pjesë e ekipeve kombëtare të moshave të Shqipërisë dhe ka marrë edhe minuta me ekipin e parë. Aktualisht, Berisha është i lidhur me klubin me kontratë afatgjatë deri në vitin 2028, çka tregon besimin që drejtuesit kanë te potenciali i tij.
Pas përfundimit të pushimeve verore, ai pritet të rikthehet në Lecce në muajin korrik për të nisur fazën përgatitore të sezonit të ri, ku do të jetë pjesë e grupit. Arda Kurtulan është një nga lojtarët që kërkohet me ngulm te Fenerbahçe. Klubi do emërojë trajnerin e ri, ndërsa Kurtulan, bashkë me Umit Akdag dhe Bertug Yildirim, janë dëshirat e drejtuesve. Transferimi i Kurtulan nuk do të jetë as pak i lehtë. Fanatik raporton se kërkohen 15 milion euro nga Göztepe. Kurtulan, ndërkohë, shikohet edhe si opcion për kombëtare në të ardhmen. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, zbuloi se Rolando Maran e kontaktoi Kurtulanin. Te Göztepe është penguar për shkak të rregullit të lojtarëve ekstrakomunitar. E paqartë mbetet nëse i njëjti problem do të vazhdonte edhe me firmën te Fenerbahçe. Fakt është se ka tërhequr vëmendje edhe nga jashtë Turqisë. Për këtë, çdo pistë mbetet akoma e hapur. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, preku disa lojtarë që janë në radarin e FSHF. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nelson Viper, ndërkohë, i është shmangur bisedave. Ndryshe mund të flitet për Arda Kurtulan, i cili ka lindur në Stamboll dhe është me 2 nënshtetësi. Ai ka spikatur me Göztepen në Superligën turke. Kurtulan është gati të luajë për Shqipërinë, por mbetet për të sqaruar situata me klubin turk për shkak të kufizimeve që lojtarët e huaj kanë. Kurtulan shikohet si opcion në vendin e Elseid Hysajt gjatë kësaj kohe, siç edhe vetë Bulku u shpreh. Por Arda Kurtulan, Hysaj është një nga lojtarët më të mirë të ekipit shqiptar. Jo më kot ka arritur atë shifër rekord si askush më parë. E meriton. Prandaj themi se dera e ekipit kombëtar është e hapur. Që të futesh tek ajo derë, që është shumë e madhe për të ardhur në ekipin kombëtar. Është dëshirë e madhe që ne të kemi sa më shumë lojtar dhe sa më shumë cilësor. Për momentin, akoma nuk kemi gjetur një zëvendësues që të jetë në nivelin e Hysajt ose edhe më i mirë se Hysaj. Jemi në bisedime me Kurtulan. Është një lojtar që është aktivizuar me të gjithë ekipet e moshave dhe më së fundmi ka qenë me kombëtaren U21 të Alban Bushit. Por biseda e fundit që ka qenë, para ndeshjeve miqësore, nga trajneri dhe nga ne me babain, me Kurtulan vetë personalisht dhe me menaxherin e tij. Na ka kërkuar sepse ka një problem për çështjen e lojtarëve ekstrakomunitar. Pritet që Kurtulan të ndryshojë skuadër ose të sqarojë skuadrën e tij me klubin ku ndodhet për momentin. Dhe presim dhe shpresojmë shumë që ta kemi në ndeshjet zyrtare, nëse trajneri ynë vendos që ta kemi pjesë të grupit. U shpreh Bulku në emisionin Në shtëpinë e futbollit, por rastin e Kurtulan. Kurtulan vlerësohet aktualisht 7 milion euro në tregun e Transfermarkt. Një shifër që do e vendoste në vendin e 5 në listën e lojtarëve të kombëtares. Por janë interesuar ndo të tjerë edhe Fenerbahçe me Galatasarajin, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e transferimit jashtë Turqisë. Ervin Bulku, ndihmës trajneri Maran te kombëtarja shqiptare, ka folur për disa çështje me rëndësi për të ardhmen. Si asnjëherë më parë, Bulku i preku të gjitha prapaskenat me lojtarë që mund të luajnë me Shqipërinë në të ardhmen. Ndër të tjera, shfaqet edhe Adri Mehmeti. Ky i fundit luante me ekipin U15 të Shqipërisë para se Amerika ta merrte. Megjithatë, ekziston mundësia që të përfaqësojë sërish vendin e tij. Aktualisht po shkëlqen me New York Red Bulls në MLS. Është edhe Adri Mehmeti që aktivizohet në kampionatin amerikan. Është një lojtar që është aktivizuar me mosha tona. E njëjta gjë vlen edhe pas bisedës me babain e tij. Është në një moment që po aktivizohet rregullisht te skuadra e tij. Më ka kërkuar pak kohë të shikoj për të ardhmen e tij se çfarë do të ndodh. Duke parë se është një lojtar në moshë shumë të re, 2009, dhe po aktivizohet titullar me skuadrën e tij. Shpresojmë gjithmonë që të pranojë dhe të jetë pjesë e ekipit ton kombëtar, u shpreh Bulku për emisionin Në shtëpinë e futbollit. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nëse Gjermania nuk e aktivizon me ekipin e parë, do të konsideronte fanellën kuqezi. Nelson Viper nuk është aktualisht i hapur me biseda, ndërsa shfaqet i hapur të luajë sërish me Gjermanin U21 në Europianin U21. Sa i përket Arda Kurtulan, dëshira qëndron për të përfaqësuar Shqipërinë, ku ka luajtur me moshat. Problem shfaqet vetëm kampionati turk, pasi nëse luan me Shqipërinë, do të konsiderohej lojtar ekstrakomunitar në Turqi. Brian Gruda i ka mbyllur derën për momentin FSHF, pasi ka shprehur sërish se nuk është interesuar për kalimin te Shqipëria. Gruda kërkon edhe 2 vite kohë. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, dha detaje edhe për Nelson Viper,
i cili sipas Bulkut, as nuk pranon që të ketë bisedë miqësore aktualisht. Duke parë edhe nevojat që ne kemi në skuadër, normal që dera e ekipit kombëtar është gjithmonë e hapur për të gjithë ato që dëshirojnë të përfaqësojnë ekipin kombëtar. Por po të ndalemi në emrat konkret, si Brian Gruda, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës. Ftesa e parë ju ka bërë shumë vite më parë, që kur ishte 15 vjeç, me ekipet kombëtare të moshave. Por ai ka vendosur që të përfaqësonte moshat e Gjermanisë. Jo më larg se dje kam pasur një komunikim, unë personalisht me to, bashkë me trajnerin. Dhe na ka komunikuar nga menaxheri i tij që Brianin duhet ta lënë të qetë, dhe të paktën për 2 vite, ose edhe më shumë, sepse do që të përfaqësoj skuadrën përfaqësuese të Gjermanisë. Ne kemi bërë gjithçka, është organizuar e gjithë drejtoria teknike, dhe deri tek presidenti. Kemi kërkuar që të bëjmë një takim me to, por nuk na është mundësuar nga ana e lojtarit. Vajper është e njëjta. Ndodhet për momentin në Shqipëri, është me pushime, sepse Shqipëria është e bukur, dhe është vendi i tyre. Ndodhet me pushime në Bregdetin e Jugut. Kemi komunikuar me të afërm të tij, kemi kërkuar që ta takojmë, bashkë me trajnerin. Na ka komunikuar që për momentin jam me pushime, dhe nuk mund të kemi një takim ose bisedë miqësore me Vajperin. Por mos harrojmë që nuk është momenti i parë që komunikojmë, dhe kërkojmë të bëhen pjesë e Shqipërisë. Por Vajper ka vendosur që Europianin që do zhvillohet në vendin tonë, ta zhvillojë me kombëtaren e 21 vjeçarëve të Gjermanisë. U shpreh Bulku në emisionin në shtëpinë e futbollit. Në klubin turk të Sivasporit po priten ndryshime të rëndësishme në strukturën drejtuese, të cilat kanë sjellë një periudhë pasigurie për planifikimin e sezonit të ardhshëm. Në këtë situatë vëmendja është përqendruar te sulmuesi shqiptar Rei Manaj, i cili sipas raportimeve nga ambientet e klubit nuk është më pjesë e planeve prioritare për sezonin e ardhshëm. Me ardhjen e një drejtimi të ri të një riorganizim të pritshëm të skuadrës, pozicioni i tij është bërë gjithnjë më i pasigurt. Sipas raportimeve nga mediat turke, Manaj nuk shihet më si pjesë e planeve kryesore për të ardhmen, edhe pse ka qenë një nga emrat më të rëndësishëm në fazën ofensive të ekipit. Pozicioni i tij është dobësuar për shkak të formës së paqëndrueshme dhe mungesës së vazhdimësisë gjatë sezonit të fundit, duke bërë që drejtuesit të rishikojnë seriozisht rolin e tij në projektin e ri sportiv. Kjo situata shmer i kthen sërish një qendër të vëmendjes sulmuesi shqiptar që iku me shumë polemika nga Sivaspori, por më pas u rikthye sërish në skuadër duke qenë i gatshëm të ujta rrogën. Dëmtimet dhe kostoja. Sezoni i fundit ka qenë i vështirë për Manaj, pasi ai është përballur me disa dëmtime që kanë ndikuar drejt për drejt në ritmin e tij të lojës dhe në aftësinë për të qenë konstant në fushë. Këto probleme fizike kanë bërë që ai të mos arrijë nivelin e pritur nga klubi dhe tifozët, duke krijuar një situatë ku performanca e tij nuk ka qenë gjithmonë në përputhje me pritshmëritë e vendosura në fillim të sezonit. Një tjetër element që po ndikon në diskutimet për të ardhmen e tij është kostoja financiare e kontratës së tij, e cila konsiderohet ndër më të lartat në skuadër, në një moment kur klubi synon të ulë shpenzimet dhe të krijojë një balancë më të qëndrueshme ekonomike. Pagat e larta të disa lojtarëve janë kthyer në një çështje të rëndësishme për ristrukturimin e ekipit dhe Manaj është një nga emrat që po shqyrtohet në këtë drejtim. Planet e klubit. Sipas mediave turke, minjëherë pas formimit të bordit të ri drejtues, pritet të zhvillohet një takim me përfaqësuesit e lojtarit ku do të diskutohet ardhmja e tij në mënyrë të drejtë për drejtë. Në këtë takim do të analizohen të gjitha opsionet e mundshme duke përfshirë vazhdimin e bashkëpunimit ose një zgjidhje të kontratës nëse palët nuk arrin një marrëveshje për kushtet e reja. Në ambientet e klubit po forcohet gjithnjë më shumë ideja se largimi i sulmuesit shqiptar është një skenar i mundshëm, sidomos nëse nuk gjendet një kompromis për aspektin financiar dhe rolin e tij në skuadër. Megjithatë, vendimi përfundimtar pritet të merret vetëm pasi të stabilizohet plotësisht struktura drejtuese e klubit dhe të përcaktohet qartë projekti sportiv për sezonin e ardhshëm, duke e lënë kështu të hapur të ardhmen si për Sivasporin, ashtu edhe për Rei Manaj. Ditët e merkatos pritet të jenë të nxehta për sulmuesin ndoshnjar, i cili shpeshherë ka qenë protagonist në klube të ndryshme. Manaj ka qenë padyshim një nga lojtarët më të suksesshëm dhe me Shqipërinë dhe kola shënuese kuqezimve, megjithse në ndeshjet e fundit mungoi për shkak të dëmtimi. Sulmuesi lushnjar kujtohet për golin e realizuar në Leskovec kundër Serbisë në fitoren e madhe 0-1 të kuqezimve.